ko miq, ka dalje. Miq, sepse keni mendim ma të thellë, nuk jeni partizan të liderve, shqyr zotit, edhe keni ndikim në partitë e juja. Nuk ka pas proces politik. Është marrë një vend me u marrë me muj, me bërtima, kush ka pru emra, kush ka pru emra, kur nuk ka pas proces. Tash, lutna, Mileti Letmirit ka dhënë emra, s'ka dhënë emra. Na e dim të vërtetën, nuk ka pas proces. Edhe qëtu është, ka rapi provimit, bre Blerim. Ka rapi provimit. Ditën e mirë, edhe kejt bashkë ta ka qenë zgjedhje. E ja boj njerëzve, jo kym ka qenë zgjedhje, kejt bashkë. Po që ato po thomë, mu më vjen keq, që gati 30 vjet liri, që ky populli jon, populli se e provimin. A din, populli jon nuk e provimin. Bjen lajthitët me budallakina, edhe nuk ekziston argumenti është lider i mirë pse i ka 50%. E shka ka thonë Albini për që ato kur Hashimi ka qenë ma i votumi. Mos më shtim me të beqit, që ka thot Albini për qatë argument. Mos një bre njerës, dilni me argumente të reja, edhe ndimoni me avancu që popull, sepse që asi tensioni i ka në shoqëni, njerës nuk pëdojnë me ndëgju racionalitet. As një kamp që është pro et kontra, a i që zdojnë me një. E une gjithmonë kom frikëm për polarizim, qka mundët me ndohë. E me ndohë dishka ma ne o vonë, ma ne krejt jemi përgjec. E tash duhet me fillu me thonë bol mo. A din bol mo, bolni me argumente kot pa lidhje që i zbuloj, do njerëzën zyra bre që jënë, që i thojnë qito jepi. Cilat argumentet kot? Mos bese, që kjo emra që emra. Nuk ka pas proces dhe regullo me thonë. Une me pas qenë antari vetës, kisha me thonë. Une komendu që duhet me pas proces politik. S'ka pas proces. Çfarë procesi tjetër po Qa dalile? procesi politik? Me thirr takim liderët të opozitës me thonë, a mi jep një Ajo emra? është ku jem nuk është proces. A mi jep një emra? Ajo nuk ka proces. A ki kërku president konsensuar? Pa të bëjmë në sonte se për të ardhme. Nuk është proces. Përgjigje për zgjedhjen e Pale si presidentit. kemi programet e partive politike. Mos president, kapelje të zgjedh popull. Jo, që kjo a bën në një pyetje. Qysh shihni? Çfarë është përgjigja për zgjedhjen e presidentit? Tash kemi një zgjedhje, kemi ardhur. Prap ka më në ullor kjo tim. Cila është përgjigje e partive politike apo nga panelistët nderuar, po si e shohin zgjedhjen e presidentit? Me konsensus politik, me marrëveshje dypartijake, apo me iniciativë për ndryshim kushtetutës, se nuk është ajo as Bibël as Kurani. Kur ti thati kush s'ka ambicje politike, i bjen Është mirë ndoshta që kjo me pa për të ardhur.